ndryshme sa i përket autoritarizmit të plot për me ushtru ndikim në çdo institucion, po e ballafaqojnë qytetarin e Republikës Kosovës me këto zgjedhje. Pra po e ritheksoj jo për faj të qytetarëve të Republikës Kosovës, por mirë është që po shkojmë zgjedhje, sepse tashmë qytetarët e kanë të qartë. Këtë desha të pyes pse duhet me vajtuni, ose po e them kushtimisht në thojza me vajtuni, proces zgjedhores, duhet të insistonte opozita në vazhdimsi që të ketë zgjedhje. Detyra kryesore e opozitës është me e çu pushtetin në shtëpi, në kuptimin asaj që gara duhet të jetë e vazhdueshme në ofrimin e alternativave më të mira politike, që ato t'ju shërbejnë qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, në interes të opozitës është me pas zgjedhje sa më shpesh. Se thuhet që si kemi dashur këto zgjedhje, po që ndodhi. Unë mendoj që opozita duhet me u angazhu gjithmonë në dhënien e alternativave më të mira politike në vend. Karshi një pushteti totalitar, i cili po do me ushtru ndikim në çdo pore të shtetit, dhe angazhimi i opozitës për me qu një pushtet tillë në shtëpi duhet me qenë i përditshëm. Pushteti është totalisht totalitar. Totalisht totalitar. Pra edhe është dëshmu sepse nuk ka gjetë në asnjë rrethon kompromis të arsyeshëm për me zgjedh presidentin mos me qu vendin në zgjedhje. Po flasim për rolin që e ka pas. Sepse tashmë publiku është i qartë edhe është i vetëdijshëm që partia që deri dje ishte në pushtet dhe që sot e ushtron në një farë forme edhe funksionet qeverisë, se deri në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme, ka dashur që edhe institucionin e presidencës me e vu në